Dhe unë lutem Atit që të dalim dhe të përulim zemra dhe të rishikojmë ecjen tonë. Dhe shikojmë ecjen tonë çfarë po ndodh me neve si besimtarë në jetën time. Të gjithë neve kuptuam një ditë që këto gjëra janë praktika pagane. Të gjitha ato gjëra që përmenda pak më përpara janë festat e Balit, janë datat e Balit, të Demit, që ishte froni Satanit në zbulesa apo jo. Në zbulesa 2 e prekëm dije. Çfarë ndodhte, thot ti? Ke parë, thot, dhe i ke gjetur ke ata që thonë që janë apostull, për janë gënjeshtarë. Përse? Sepse nuk po ecin në urdhrimet e Atit. Ligji për 13 përcakton karakterin dhe ecje në një profeti të vërtetë apo të remë, një mësues të vërtetë apo të remë. Aty e dallon. Dhe ose dallojmë gjithmonë, vargjet janë, shkrimi është, ligji i Atit flet dhe urdhrimet e tij flasin që ne të mirë pajisemi. Dhe ai gjithë shkrimi që thot apostulli është na është dhënë, nuk është hequr, është i dobishëm për bindje, për ndrejtje, për mësim, që njeriu Elohim të mirë pajiset për çdo vepër të mirë. Ne i kemi vargjet. E dyta Timotreut, e thot aprazi, ne nuk duam t'i marrim. E di pse vëlla motër, sot është alarmante. Sepse sot neve nuk besojmë me shkrimin. Shkrimi nuk na bind me. Ti i thua një vëlla, një motër, çfarë thot shkrimi? Me njerë sillim filozofin personale. Përse? Ç'na duhet? Është shkruar, tha Mesia, që ne duhet të rrojmë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Ata që nuk jo i binden Mesias, nuk do marrin jetën e përjetshme, sepse është autori i bestidhjes së re, së përjetshme, për të gjithë ata që i binden. Hebrejnë 5, vargu 8. Për të gjithë ata që i binden, do marrin jetën e përjetshme, kategoria e njerëzve që do t'i binden. Çfarë tha Mesia? Zbatoni urdhrimet e Atit tim. Sot po i zbaton besimtari? Po fillon ti mësoje të paktën? Fillon ti pranoje? Jo. Ti nuk po i bindesh Mesias atëre. Ai tha që duhet të ndjekim Atin, sepse unë ndoq Atin. Sepse çdo autoritet fuqi që më ka dhënë është prej Tij dhe po ja jap dhe juve. Më dëgjoni mua, se unë mora prej Atit. Çdo gjë që unë pas dhe shikoj prej Tij, mora prej Tij. Kur Mesia po na thonë në Mateu 4:4, që akoma nuk ka filluar shërbesa e Tij dhe po na tregon që si neve mund të rrëzojmë Satanin, si neve mund të prishim dhe të manipulojmë planet e Tij në jetën tonë duke ecur dhe duke jetuar me urdhrimet e Atit. Po na tregon rrugën, gjurmët e Tij, që neve të ndjekim, të bindemi, të dëgjojmë Mesian. Ne nuk e dëgjojmë Mesian. E di që dëgjojmë një Mesia katolikun ortodoksin që është dhënë në vitet 300-400.